Pas përfundimit të pushimeve të fundvitit, auditorët e universiteteve janë rikthyer gradualisht në atmosferën e përditshme akademike. Për studentët, fillimi i janarit shënon dhe hyrje në një fazë intensive përgatitjesh për sezonin e provimeve, i cili konsiderohet ndër më të ngarkuarit e vitit. Studentët janë rikthyer në vitin akademik i cili është në vimësi dhe shtysa e tyre është që të përmbyllin me sukses edhe javët e mbetura deri në përfundim të semestrit të parë. Ata janë të fokusuar edhe në ndërveprimin e orëve të fundit me pedagogët, duke marrë prej tyre orientimet, sugjerimet përkatëse në lidhje me lëndët që do kenë provim. Pedagogët ndërkohë vënë theks të veçantë edhe tek motivimi i të rinjve për të përfshirë në aktivitete vullnetare, një praktikë që po fiton gjithnjë e më shumë vlerë, si pjesë e formimit profesional dhe personal. Në fund të muajit dhjetor, studentë Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u angazhuan në dhënien e një shfaqjeje me një prej komedive të Kristof Floqit, një shfaqje e cila gjeti një vëmendje dhe interes nga të gjithë ata që ishin të pranishëm dhe angazhimi i kohës së lirë të këtyre studentëve u përkthyen në duartrokitje. Në javët që vijnë, studentët do të përballen me provimet më të rëndësishme të vitit, ndërkohë që institucionet arsimore synojnë të krijojnë një mjedis të balancuar, ku përgatitja akademike dhe angazhimi qytetar të ecin paralelisht.